Provimet e maturës shtetërore do zhvillohen në brenda objekteve shkollore nëse shkollat kanë hapësira të mjaftueshme. Në të kundërtën, provimet do të realizohen në hapësirat e fakulteteve të caktuara. Nga Qendra Shtetërore e Provimeve thanë se tashmë kanë pranuar kërkesën e Unionit të Nxënësve të Shkollave të Mesme, që matura shtetërore mos të zhvillohet në amfiteatrot e fakulteteve, përveç atyre shkollave që nuk i plotësojnë kushtet. Të gjitha shkollat që plotësojnë kushtet hapësinore në përputhje me rregulloren për organizimin e maturës shtetërore, që do të thotë 1,5 metra distancë para dhe pas nxënësit dhe anash, kanë mundësi të japin provimin në hapësirat e mëdha që kanë në shkolla, që janë korridoret apo sallat. Për shkollat e tjera që nuk kanë mundësi të tilla ose nuk e plotësojnë kushtet hapësinore, provimi shtetëror i maturës do të organizohet në lokacione të tjera. Nga Unioni i Nxënësve të Shkollave të Mesme thanë se maturantët tashmë kanë nisur përgatitjet për këto provime, duke kujtuar se materiali mësimor ose testet e viteve të kaluara bashkë me përgjigje janë publikuar nga Qendra e Provimeve. Tani fillojnë edhe temat projektuese, prezantimi dhe mbrojtja e temave projektuese nga ana e nxënësve dhe shumica e profesorëve vetë kanë filluar me parapërgatitjen e nxënësve për nënshtrimin e maturës shtetërore. Ai proces besoj se ka filluar mjaft mirë, shkaku se nga ana e Qendrës Shtetërore Testuese të provimeve janë dorëzuar testet prej çdo viti të kaluar, plus me përgjigjet e sakta, kështu që nxënësit e kanë hapësirën për të përgatitur sa i përket testet dhe normal me ushtrimin dhe për para përgatitjen që e marrin nga ana e profesorëve. 2 provimet eksterne të maturës shtetërore për vitin 2024-2025 do të zhvillohen më 31 maj dhe 11 qershor. Rreth 15.000 maturant janë regjistruar për të dhënë provimin.